Sa herë keni shkruar një qëllim në listën tuaj, vetëm për të harruar disa javë më vonë, është lehtë të entuziazmohesh nga një ëndër e madhe ose një qëllim afatgjat, por e vështirë është ta ndjekësh deri në fund. Ndërsa ecni drejt realizimit të një qëllimi është normale të ndiheni të lodhur ose të zhgënjur kur rruga bëhet më e vështirë se sa e kishit parashikuar, dhe në këto momente shumica dorëzohen. Por sipas astrologjisë, tre shenja dallohen për këmbënguljen, disiplinën dhe kokëforcinë e tyre. Kur vendosin një qëllim, qoftë në karrierë, marrëdhënie apo udhëtime, nuk ndalen derisa ta realizojnë. Demi. Nëse ka një shenjë që di të presësh, padyshim demi. Të dërueshëm dhe të vendosur nuk heqin dorë lehtë nga ajo që kanë në mendje. Mund të zgjas, por nuk do të harrojnë kurrë atë që duan. Si shenjë toke, investojnë kohë dhe energji për të ndërtuar baza të qëndrueshme në jetën e tyre. Të udhëhequr nga afërdita, planeti i dashurisë dhe kënaqësisë, shpesh synojnë një jetë më cilësore dhe më të bukur. Kjo vetë është një forcë shtytëse për ta. Akrepi. Akrepat njihen për pasionin dhe intensitetin e tyre, cilësi që i bën njerëz zakonisht të përkushtuar ndaj qëllimeve. Kur i premtojnë vetes diçka, rrallë kthehen pas. Mund të lodhen ose të ndihen të raskapitur, por besimi i tyre në atë që ndjekin i jep forcë. Shpesh motivohen nga e kaluara ose nga dëshira për të provuar të tjerëve se kishin të drejtë. Çfarëdo që shtin përpara, një gjë është e sigurt, nuk dorëzohen. Briciapi. Briciapi është lojtari strategjik i zodiakut. I disiplinuar, i organizuar dhe shpesh punëtor i palodhur, ai ka aftësinë e rrallë për të ndarë një qëllim të madh në hapa të vegjël dhe të realizueshëm dhe të ndjek një nga një. I udhëhequr nga Saturni, planeti i strukturës dhe përgjegjësisë, ai gjen qetësinë në faktin se ka diçka për të cilën punon. Qoftë një ndryshim i madh në karrierë apo një udhëtim i rëndësishëm, Briciapi di të organizohet, të kursej dhe të këmbëngul derisa të arrijë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.